Arjanet Murić përfundon në orbitën e skuadrës së Juventusit. Portieri kombëtare së Kosovës aktualisht u azuar te Sassuolo nga Ipswich, po tërheq vëmendjen e klubit bardhëzi fal paraqitjeve të shkëlqyera në Serie A. 27 vjeçari u transferua te Ipswich në vitin 2024 nga Burnley për rreth 8 milionë euro. Por këtë sezon po luan në Itali, ku ka kontribuar ndjeshëm në ngjitjen e Sassuolos në vendin e 10. Një rikthim i fortë për portierin pas një sezoni të vështirë në Premier League, ku kishte hasur vështirësi. Ish numri 2 Manchester City-t, me të cilin ka fituar trofe, ka pasur dhe vlerësime nga Guardiola e Company, por në karrierën e tij ka pasur shumë ulje ngritje. Marrëveshja e uazimit me Sassuolo nuk parashikon asnjë klauzulë ndërprerje dhe klubi italian ka të drejtë në blerjes për rreth 10 milionë euro. Gjithsesi, Juventus tashmë ka një drejtor të ri sportiv, duke nisur të monitorojë situatën e Murić, si dhe të shokut të skuadrës, Tarik Muaremović. Ndërkohë, Ipswich synon për përcimin në janar, teksa lufton për gjendjen në Premier League, aktualisht ndihet e tretë në Championship, 2 pikë pas Middlesbrough. Në Torino, ndërkohë, Mikel De Gregorio mbetet titullari, ndërkohë që Mattia Perin është alternativa e dytë.